Ironi të fatit, po themi, preparatet janë, një grup preparatesh janë stimulantët. Do thuash ti këta të stimuluar edhe më shumë stimulant, po në fakt mekanizmi i veprimit është që ata rrisin ato nivelet e neurotransmetuesve në sinaps dhe fëmijët munden t'i bëjnë gjërat ose mundet të frenojnë një sjellje. Nuk është fare tabu, madje gjithnjë më shumë dhe në Shqipëri po pranohet. Në krahasim me ca vite më parë, shoh që ka një lloj pranueshmëri edhe për shkak të përhapjes informacionit, të këtyre lloj bisedash janë gjithnjë në rritje, të parit në internet shembuj të tjerë të huaj, pra prindërt gjithnjë më të rinj, gjithnjë më të mirë informuar, sikurse ka dhe prindër të cilët as nuk e mendojnë dhe e thonë, edhe unë dua që na bëjmë të bisedë shumë shpesh me prindërit që ma thuaj, nuk mund të më thuar, krijohet varësi se këtu është gjithë frika që po fillova të jap fëmijës që të vogël këtë do më krijoj një varësi. Atë që përdoren për këtë nuk janë preparate që krijojnë varësi. Çdo preparat që mund të marrësh për një kohë të gjatë, në 2 javë mbas ndërprerjes ka pak vështirësi, por në bashkëpunim me mjekun këto vështirësi kalojnë. Pra nuk janë preparate që krijojnë varësi. Dhe ne kemi shembuj të mirë, sikurse ka dhe efekte anësore, sikur ka dhe kthime mbrapa dhe i heqim dhe vëmë të tjera. Pra në drejtimin e mjekut përkatës për këtë punë, mjekimi është i sigurt.